Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesin e gjithësisë, sunduesin e tokës dhe qiellit për të mirat e panumërta që na i ka dhuru, që në Islam na ka udhëzuar dhe me Islam na ka nderuar. Salavatet dhe selamet më të përzemërta ja dërgojmë vulës së profecisë, zotriut njerëzisë, pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të ndershme dhe fisnike, shokëve të tij bujar dhe besnik, dhe gjithë atyre që vazhdojnë të ndjekin rrugën e tij deri në ditën për të cilën thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Atë ditë thot njeriu nuk do t'i bëj dobi as malli dhe as evladi, përveç atij njeriu i cili kthehet tek Allahu subhanahu wa ta'ala me një zemër të pastër. Vëllezër të nderuar, jetojmë në një vend të vogël, mirë po me zemra të mëdha. Dhe si çdo vend tjetër, padyshim dhe vendi jon herë mund të goditet nga gëzimi, ndërsa herë mund të goditet nga sprovat. Dhe sot jemi të mërzitur të gjithë ne për shkak të sprovës që i ka ndodhur bashkëvendasve tonë, që i ka ndodhur vëllezërve tonë, që i ka ndodhur atyre që kanë qenë kontribues vazhdimisht të bashkësisë islame, dhe po ashtu për çdo nevojtar që ka pas nevojë, gjithmonë ka pas derën qil tek ta. Pra jemi të pikëlluar për shkak të sprovës që i ka ndodhur, pra djegja e firmës së tyre, djegja e pronës së tyre, apo djegja e dyqanit të tyre. Nuk ka dyshim vëllezër të nderuar se kjo është një sprovë e madhe. Ky është një dëm i madh dhe është një dhimbje e thellë. Mirë po, ne jemi këtu gjithmonë si vëllezër në fe për ta përkujtuar njëri tjetrin se çdo sprovë që ndodhen në këtë dynjë, çdo vështirësi që godet besimtarin musliman, ndodhen me caktimin e Allahut, dhe se në çdo sprovë dhe vështirësi mshehet një urtësi në të. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot: "Walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin." Ne thot Allahu subhanahu wa ta'ala, do t'ju sprovojmë juve bishay'in min al-khawfi wal-ju'i, me diçka nga friga apo nga uria, wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat, me diçka nga pasunia, me humbje të njerëzve, me humbje të ushqimit. Mirë po në fund të këtij ajeti thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa bashshiris sabirin." Përgëzoji ti thot durimtarët, përgëzoji ata që janë sabërlinë në sprovë. Pra edhe humbja vëllezër të nderuar e një dyqani, apo humbja e një firme apo prone, çka do qoftë ajo, qenë ka pjesë e këtij ajetit ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot që ne do t'ju sprovojmë juve. Mirë po thot përgëzoj durimtarët, jo ato që vrasin apo bërtasin, jo ato që thojnë pse mu sprovoj Allahu subhanahu wa ta'ala duke qenë gjithë këto njerëz. Mirë po përgëzoj, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ata që idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Përgëzoj, thot Allahu, te ato që kur i godet ndonjë sprovë, kur i godet ndonjë vështirësi, ato thojnë ne te Allahu jemi dhe tek Allahu subhanahu wa ta'ala do të kthehemi. Vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot nuk e godet besimtarin thot as lodhja, as brenga, as shqetësimi, as hidhrimi, as mërzitja, madje thot as një gjem apo një ferë që i hyn në këmbë atij,
e që me ato Allahu subhanahu wa taala ati ja fal mëkate. Vëllezër të nderuar, çdo sprov që goditemi në këtë dërnjo, mërzi, breng, hall, shqetësim, dhimbje, madje edhe një ferë thot me hyp në këmbë, thot pejgamberi sallallahu alaihi muslimanit, pejgamberi alayhi salam thot, me hyp muslimanit madje edhe një ferë, Allahu subhanahu wa taala me ato sprova ati ja shlyn mëkatet. Vëllezër të nderuar, ndoshta zjarri vëllezërve ton ja ka djeg pasurinë, mirë po, ja ka djeg pasurinë, mirë po ndoshta Allahu subhanahu wa taala me këtë sprov ato vëllezër i ka pastruar nga mëkatet. Mund të ketë qenë ajo një ditë e zjarrt për ta, mirë po ndoshta Allahu subhanahu wa taala me këtë sprov, pra me humbje të një pjesë të pasurisë, Allahu subhanahu wa taala ato i ka rujt nga një sprov më e madhe, e ndoshta i ka gradu dhe me gradë në xhennet. I ka ngrit në gradë në xhennet. Dikush mundet me thonë, po ka sprov më të madhe se humbja e pasurisë. Mirë po vëllezër të nderuar, humbja e pasurisë nga sprovat që mund të takojë njeriu mund të jetë nga humbjet më të vogla. Mundet me të sprovu Allahu subhanahu wa taala në familje, mundet me të sprovu në vlat, mundet me të sprovu në prind, mundet me të sprovu ty me smundje. Kështu që vëllezër të nderuar, nga sprovat e ndryshme, kjo është ndër sprovat më të vogla, mirë që ja që asnjë nuk është sprov e vogël, është një sprov shumë e madhe, por e lutim Allahun subhanahu wa taala që me këtë sprov ato t'i ketë pastruar. Nëse Allahu subhanahu wa taala vëllezër të nderuar e sprovon njeriu me diçka në këtë jetë, dhe nëse ato Allahu subhanahu wa taala i ka sprovu me këtë sprov, kjo mund të jetë edhe një përgatitje terrenit, një pastrim terrenit se Allahu subhanahu wa taala ato don mi begatu me diçka më të madhe. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se besimtari musliman ka mu sprovu gjatë gjithë jetës së tij, sepse jeta në këtë botë, jeta në dërnjo është sprov, është test për secilin musliman. Njeriu që ka qenë më i dashur tek Allahu subhanahu wa taala ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe është sprovu pejgamberi alayhis salam ka kaluar sprovat më të rënda që mundet njeriu me kaluar sipërfaqen e tokës. Pejgamberi alayhis salam hala pa lind, i vdeku babai i tij, Abdullahu. 6 muaj pa lind pejgamberi, vdeku babai. Lindi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 6 vjet e mbajti nëna e tij Aminja e rritja, mbas 6 viteve i vdeku pejgamberit. Pra kur ishte në moshën 6 vjeçare, humbi nënën e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E mori në përkujdesje kush? Gjyshi i tij, Abdul Mutalibi. Pas 2 vitesh, pejgamberi alayhis salam e humbi edhe gjyshin. Ishte vetëm në moshën 8 vjeçare, kur pejgamberi alayhis salam kishte le pa babën, humbi nanën, humbi edhe gjyshin, vetëm 8 vjeç. E mori në përkujdesje, pra u kujdes për të shumë, axha i tij, që nuk e pranoi islamin, dhe ai vdeku para se me vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ambarun sprovat me kaq, jo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte 7 fëmijë. 6 fëmijë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vdekën duke prandruar jetë, duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ala gjallë. 6 fëmijë humbi pejgamberi alaihi salam. Vetëm Fatimja radiallahu anha ndroi jetë, pra 6 muaj pasi që ndroi jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk mbarun sprovat me kaq, u dëvun nga Mekja, nga vetlindja e tij, u hasi pra në vështirësi të shumta, humbi shokun e tij më të afërt njëkohësisht, xhaxhain e tij Hamzën. Mirë po kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i tha Allahut pse mu, pse vetëm unë jam duke u sprovu, mirë po e luti Allahun që ta ndihmoj të jetë i durueshëm në sprova. Vëllezër të nderuar, imani është thesari që s'duhet ta humbasim. Sot jemi dëshmitar se një biznes që është ngrit me djers
që gjithë jetës së bashkëvendasve tonë humbi vetëm për pak qaste, humbi vetëm për një orë a dy. Dhe ky është një mesazh i fortë për ne, që na le të kuptojmë se kjo është dërnjaja vëllezër të nderuar, është e paqëndrueshme, është e përkohshme. Prandaj dietarët thonë, pasuria që të ikën e të mbetën feja ke shpëtu. Mirë po, nëse të ikën feja, nëse të ikën imani, besimi, e të mbetën pasunia, kjo nuk vyn askur gjë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot i'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun. Dijeni thot se jeta e kësaj bote, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, është lojë, është zbavitje, është stoli në pasuri dhe në fëmijë. Jeta e kësaj bote, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, është si shiu që e gëzon bariun kur i çelin bim. Mirë po, më pas ato thahen. Vëllezër të nderuar, pra ajo që sot është gjelbërim, nesër thahet. Mirë po, është imani ai që nëse qëndron në zemër, ti ke gjithçka. Atëherë le të jemi falëndërues që zjarri ndoshta e dogji pasurinë, mirë po nuk e dogji imanin e tyne, dhe lutim Allahun që me këtë sprov, Allahu vetëm se ti ketë ngrit ato në iman dhe në grada në xhenet. Muslimani vëllezër të nderuar nuk është kur i vetëm në halle. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shembulli i besimtarëve në mëshirë, shembulli i besimtarëve në dashuri, në mëshirën me njëri tjetrin, është si trupi i njeriut. Nëse njeriut i dhem një gjymtyr gjatë gjithë natës, kjo e lën atë pa gjumë dhe ja çon temperaturën. Njëjta është edhe shembulli i besimtarëve. Nëse njëri nga ato vuan një pikëllim, një mërzitje, një lodhje, këtë vuhen mbi vit dhe të nderuar gjithë ne së bashku me to. Nëse gjithmonë duhet ta kemi parasysh që nëse një njeri është duke kalu nëpër sprova, ta ngushëllohemi me fjalë të mira. Nëse nuk jemi në gjendje mi mushtu me fjalë të mira, le të bëjmë dua për ato njerëz, sepse nëse ato sot, nesër mund të jemi ne në vendin e tyre. Vëllezër të nderuar, nga ky rast kur shohim që dikush ka humb pasuninë, ka humb pronën, ka humb biznesin që e ka ndërtuar gjatë gjithë jetës, ta pyesim veten sa jemi falëndëruesa për ato që i kemi apo për ato që posedojmë. Apo gjithmonë vetëm se ankohemi për atë çfarë na mungon. Allahu subhanahu wa ta'ala thot la in shakartum la azidannakum. Nëse jeni thot prej atyne që keni mi falëndëruar Allahun për të mirat që ju ka dhënë, keni me qenë mirënjohës për të mirat që Allahu ju ka dhëruar, Allahu thot vetëm se ato ka me ju shtua dhe më shumë. Andaj vëllezër të nderuar, mos presim sprovat për ta kuptuar të mirat që Allahu na i ka dhënë. Mirë po ta falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala që na ka dhënë shëndetin, që na ka dhënë familjen, që na ka dhënë pasurinë, që na ka dhënë më të madhen dhe më të lehtëshme imanin dhe besimin, dhe që Allahu subhanahu wa ta'ala na ka bërë musliman. Vëllezër të nderuar, jeta e kësaj bote është një provim. Zjarri që dogji firmën e vëllezërve tanë është një kujtesë për gjithë ne se pasunia nuk është e përhershme. Se sprovën e duron vetëm ai njeri që ka iman dhe besim të fortë, dhe që ne këtë e pam dje tek vëllezërit tonë që Allahu subhanahu wa ta'ala i furnizoi me sabër. Dhe se duhet kuptojmë nga kjo se Allahu subhanahu wa ta'ala e sprovon muslimanin që me pa besimin e tij dhe imanin e tij, sepse kur është në mirësi çdo kush prej nesh thot e themi pra që jemi besimtar të vërtet. Mirë po, vetëm në sprova vëllezër të nderuar, ne e tregojmë atë besimin që fshehet në zemrat tona. E lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që vëllezërit tonë që u sprovuan me zjarr, Allahu t'i furnizojë me sabër. E lutim Allahun që t'ia shlyej mëkatet atyne përmes kësaj fatkeqësie. E lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'na bëjë prej atyne që janë falëndërues dhe prej atyne që janë të qëndrueshëm në sprova.
E lusim Allahun subhanahu wa taala që djegjen e firmës së vëllezërve tonë apo bashkëvendasve tonë Allahu subhanahu wa taala t'ia zaventësoj me një firmë më të mirë, me një firmë më të madhe dhe me një firmë më të bereqetshme. Amin wa quli qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.